Se pra nëna vjen ky problemi se opozita merret gjithkohë me konstatime. Ore qytetarët i shikojnë vetë, i kanë syt kaq. Ore hidh në tavolinë draftin, ore këtu duhet përplasë drafti, si do ta bëni ju? Dhe hajde diskutohet dhe thuaj dhe më fal. Jo, di pse e them këtë gjë. Nuk kam për qëllim që kryeministri mos dali si showman atje dhe thot çfarë të doj. Problemin me opozitën, ore, për çdo gjë problem që ndodh në të vend është opozita, unë e kuptoj. Sa mendime kemi. Jo, lutem se nuk e kam politike, nuk e kam në atë. Ora ka 12. Nuk e kam në atë qasje që mendon ti. E kuptoj që Jo, unë e kam kesia, si do pra, ti po e bën gabim. Si do ta bëj? Si do ta bëni ju? Po jo, ka 12 vitën për. Nuk ka mendime, sa mendime ai po të pyet si do e bëni ju tani? Mos u merr me Ramën. Rama Riso është i Zotit ri, se ka Berishën dhe e pa Berishën. Më fal një sekond. Ramanta Nikot. Shishet mbajnë të gjitha ujë, po si do e bësh ti që të jetë më mirë? Mbajnë paratë e krimit, Ramën e mbajnë dhe me qenë se më hapet temën e pagesave të kullave, po ju them, të lutem si për Marsit, të bëri një pyetje si për Marsit. Kush është platforma juaj? Kujet e liga thonë se paguajnë. Ore, një sekond, më fal. Ornela, një sekond. Problemi është që kryeministri nuk bën asgjë për ndërkombëtarizimin e ekonomisë, për të bërë lojtar, për të krijuar infrastruktura, për ta ndihmuar sipërmarrësin në procedura më të shpejta në territoret e inovacionit. Partia Demokratike kishte një program ku fliste për minimumin jetik, ku fliste për rrogat, ku fliste për Maruz vjedhët më kaloje. ku fliste për Hajde diskutojni. Po shumë mirë më. Po fliste për ju themi. Po një pyetje konkret. Po se për zgjedhje programet erdhën muajin e fundit. Po më fal. Po e Rama ka ardhur me kazana dhe me kusitani, po lutem tash. Një kërkesë, më fal, për buxhetin. Po në politik flitet në politik flitet pikërisht dhe Partia Demokratike ka derën hapur për teknician, për të hapur. Kuadër të hapur Partia Demokratike. Ne do duam sa më shumë. Ore ne do duam sa më shumë teknician Partia Demokratike. Nuk e kam aty. Ideja është që eja, sepse shiko çfarë ndodh. Shejtani këtu shihet. Ke debati personal dhe poshtë është ajo që tha Ornela që parë. Shiko, konstatimi më i saktë gjithë. Politika do ta bëj vetë biznesin, pik mbaroi. Tu është gjithë skema. Je intelektual. Ka që thjesht. Je intelektual. Ka që thjesht. Ja se vetë Supermarja. Zemra ekonomisë shqiptare është Supermarja. Në fushën tënde, pra se më shumë se politikanë, se janë njerëzit që e mbajnë këtë vend. Patjetër, është për të ditur rritje dhe pagë male, patjetër, dhe sipas gjithë vlerësimeve që janë bërë dhe nga raportet e fundit edhe performanca, qoftë edhe biznesit tuaj dhe biznesit vendas, ka qenë një performancë e mirë, që ka ndikuar dhe rritjen ekonomike. Dhe kjo është për të duar të rritur, patjetër, dhe sigurisht që përdesa shkojmë të pikë që diskutojmë edhe rritjen, patjetër që jemi një situata shumë herë më të mira. Ore të tha një fjalë, është, shiko, produktiviteti është baraz me indeks të inflacionit. E kupton si çfarë do të thotë? Përktheje këtë. Se kuptojmë. Përktheje këtë. E ke parasysh 0 me 0 domethënë rajon. Ta dish që ta dish. Çfarë me makiazhin thua ti? Je 0 me 0. Më dëgjoj, që ta dish. Si ta them? Para 100 vjetësh, që para 100 vjetësh, produktiviteti i fshatarit, fermerit shqiptar, ka qenë një 8 vjetër më i pak se i suedezit. Ky është mendimi i atij që ka para në xhep. Fermeri suedezi vetëm akull bur. Si është ore ne jemi në Evropë. Ne jemi në Evropë. Problemi shqiptar apo kusht Tani, o profesor Orion. Për parat që ke të boshme në xhep, për pagën e madhe si profesor që paguhen edhe që paguhen gjithë profesorët shqiptar. Pikërisht pra, po duhet flasim tash, jemi serioz. Po tani është e turpshme që një profesor mos mbylli dot muajin, është e turpshme, ora ti flasim shqiptarëve. Flasim shqiptarëve. Politikani thjesht e shpejt. Po performojmë, çfarë po performojmë? Po çfarë po performojmë? Po kush po jemi? Çfarë po jemi? Politikani është një profesor. Ornela, lutem. Një sekond, mos e thot po. Shiko, se këta burren edhe. Po kush po performon ekonomia? Vetëm turizmi që kemi qenë ndonjëherë vend industrial. Ore, më thuaj industri. Përveç turizmit. Nuk kemi qenë ndonjëherë. Ore, bujësia është skandal, prodhimi skandal. Bujësinë me turizmin do mbash dhe me sektorët e tjerë zhvillimit dhe dal nga dal.
fjalë. Ne nuk kemi qenë. Qa bujësin e ka katastrofë? Jo, po tani e ka katastrofë. Ore flatarët derdhin në... Po importon. Ore, kemi të Po lutem tash, i keni parë... Po të bëjtë një apel tjetër që është shumë i rëndësishëm, dhe e kam shumë seriozisht një apel. Qeverit fusin duart edhe në pasurit kombëtare. Dhe të cilat janë pasuri brezash. Dhe në qoftë se ty ta jep fitimin lënda e parë, të cilën e kanë vënd të tjerë, bile janë pasuri që ka vënd të dhe ti dhe të ardhë për marrë këtu turizmin, askush nuk e kupton se aseti kryesorë Shqipëria dhe natyrisht erdi momenti që dhe Shqipëria të vizitohet dhe vetëm turizmi i ka 5 miliard euro, i ka të gjitha industritë e tjera, edhe ai ndërtimi që vazhdon me stilin që qeveria e bën si për Marsin. Ky është stili dhe ndërtimi vazhdon dhe ajo përqindja kalon këtej e të tjera nuk ka një mbështetje dhe një llogaridhënie dhe një debat në studio për të treguar. Qa përgjigje do? Unë do t'i bëj një pyetje. Tani kemi si përmarrës me shtyllë të hollë kurrizore që si mba shtylla kurrizore? Apo e kemi po si atëre? Si, se në botë ati si përmarës as janë djenë fare. Që? Kush? Jo, e këtu e ka mbërthyer resursin kryesor. Shiko, tregu publik është tregu më i madh në Shqipëri. Tregu publik është tregu më i madh në Shqipëri. Ajo që më intereson mua të paktën në aspektin edhe social. A ndikon kjo në rrjetin e mirëqenies sociale të pensionistëve dhe të popullsisë përgjithësi? Po përgjigjet. Patjetër që ndikon. Ai 200 euro. Dhe sa ndikon? Ore ndikon. Jemi në minutazhin e fundit, s'kemi kohë fare. Tani mos merremi se kisha. Po ne s'na lat me fol fare. Jo. Të lutem se shumë të rëndësishme për ton këtë gjë. Jo, lutem, do them edhe këtë s'do flas më. S'do flas më. Programi i Partisë Demokratike ishte një program shumë. Hapër debatin për një kokës qytetarëve shqiptarë. Tavani kokës? E kështu tha një batut beri. Feja me batut për tavanin kokës, hajde. Atëherë, është e vërtet që programi Partisë Demokratike ishte shumë i bukur, po tavani i Ramës kokës. Edhe ky është problem shumë i madh, si ka mundësi që i Ramës... Atë u rritën pagat dhe për... Atë këtë mbidhe mu tavani me 83 mandate, dakord, po hajde. Unë mendoj që, edhe e kam thënë, unë sa herë vin këtë studio, nuk e di, po kam një frymëzim të jashtëzakonshëm për t'ju paraprirë gjërave. Unë po ju them që muaj nëntor dhe muaj dhjetor do t'jenë muaj të nxehtë. Nëntor ikur. Për partinë, jo nuk ka ikur. Se do dali dielli? Jo nuk ka ikur. Për Partinë Socialiste do të ketë zhvillime ku ju e dini shumë mirë që disa dalin nga dyert, disa dalin nga dritarët, aty ka probleme më të mëdha, më besoni që edhe grupi parlamentar në të ardhmen do të ketë probleme. Dhe ju siguroj që nga Partia Demokratike do të keni lajme të mira, lajme të cilat keni kohë që i prisni. Partia Demokratike është aset kombëtar. Partia Demokratike do të ringrihet, patjetër që ka edhe ajo problemet. Ajo ka problemet. Jo, po do vinë edhe këta ekspertët, sepse ne kemi nevojë. Ju jeni duke pritur. Ju jeni hapje. Ju pritur deri në njëri nga balkoni. Se për një të gjë. Ta jam duke pritur që deri në njëri nga balkoni. Po rritë për gjojnë të të dritarët dhe Partisë Socialiste. Çështja është që ne jemi gati për të dhënë alternativën për shqiptarët. Balkoni dhe ju. Dhe e duam bashkë me ekspertët. Bashkë me ju. Unë të besoj. Tani ky vend nga të dyja krahët më shpërshifet edhe pozitë do pozitë po shkon nga fitore në fitore, mua më vjen mirë, ama kur vjen puna tek qytetarët, ju siguroj që ajo rritja vërtet do t'i japi diçka për konsum në përmuajshëm, por rritja që është bërë, po të krahasohet jo me indeksin e inflacionit përgjithësi, po me atë vetëm të çmimeve të bazë të shportës, është më e vogël. Prap, nuk do arri do që të kenë të njëjtën fuqi blerëse. Bëri vullën penaltist të lutem tani? Ja, pra kjo është ideja e tha shumë bukur Ergisi. Pra ideja është kjo që dhe sikur tritet më shumë se aq, dhe shumë mirë u bë. Pra, kjo gjë që u tha nga kryeministri duhet thënë që ishte një gjë shumë e mirë. Problemi që ndron që ne e shikojmë me syrin, problemi është që si do të krijohet mekanizmi që të rritet
dhe të vazhdoj dhe të shërbej dhe të tjerëve më mbrapa. Kjo është ideja. Kryeministri e tha, por pyetja e ekspertit është shumë e drejtë që ky kryeministër është i besueshëm kur i thotë gjërat se sa herë i ka thënë sepse po i bën patjetër. Jo, po i bën, është i besueshëm. Është i besueshëm sepse po i bën. Është i besueshëm sepse po i bën. Kishte bërë me kohë. Vula ime është sa më shumë vula është më mirë. Ore gjithsesi po bëhet, Takojmë në akuzë, pas pak mos lëvizni sepse jemi këtu me një krye akuzë.